Edi Rama hyri në këtë zgjedhje me një fardroje. Fakti që këmbuli për votën e diasporës, pra ai projektoi një gjë që i mungonte. Pra unë e besoj faktin që Edi Rama dyshoi nëse do të ishte fitore, do të kishte një fitore absolute. Kam përshtypjen sepse dhe Edi Rama vetë është tronditur, jo ai, po qeverisja e tij, për këtë fitore kaq të dukshme, kaq edhe të dhimbshme për demokratët. Sepse është pikërisht kjo pjesa që thash, ka humbur Partia Demokratike. Nuk e dia e ka kuptu, apo e kupton leadershipi i Partisë Demokratike, që pranoi të hynte me këtë lloj tatuazhi të humbjes në zgjedhje. Zonja Naçka, a mund të rendisni me pika pse humbi Partia Demokratike? Shiko, ka shumë. Unë kam renditur dhe dua ndoshta edhe një shkrim, jam duke përgatitur një shkrim, megjithëse nuk e di a jam unë njeriu që i parë që duhet ta them këtë gjë, a është momenti, a është koha, a duhet presim, por fundit kam pyetur këtë ditë veten time, kaq pak ditë, a ka kohë pritje Partia Demokratike, a ka kohë pritje më opozita në këto kushte, nëse do të vazhdoj akoma të fshihet pas gishtit, sepse në kaq pak ditë vetëm është fshehur pas gishtit dhe nuk po shoh akoma një lloj reflektimi. Pra, duke nisur që nga kryetari i Partisë Demokratike, leadershipi në gjithë piramidën, gjithçka i është lënë Facebooku, gjithçka i është lënë demokratëve të thjesht për ta tretur dhe nuk shoh as në televizione, nuk shoh ndonjë qëndrim zyrtar të Partisë Demokratike në lidhje me humbjen. Ka, po në lidhje me humbjen. Një analizë në lidhje me humbjen. Na ka vjedhur vota? Po, sigurisht që ka vjedhur vota. Ka vjedhur vota, po edhe me një lloj dorzanie tonën, që hyn te pjesa e analizës, që kërkon një analizë shumë të gjatë. Unë kam analizuar, po them, mbi 30 arsye pse ne kemi humbur. Ka 330 arsye pse ka fituar Edi Rama. Por ka një 30 arsye, ka një 30 arsye pse kemi humbur ne. 30 arsye? 30 arsye. Tani, mua sa do më thuash? Unë do përpiqem të them disa. Atëherë, një. E para, për mua ishte e gabuar që gjithë, po them, retorika e zgjedhjeve u përqendrua e gjitha tek Sali Berisha. Ne bëm të njëjtin gabim që bëri dhe në 2021 Lulzim Basha. E përqendroi vetëm te vetja e tij. Domethënë, këta nuk po mësohen dot. Sigurisht kjo është mjeti më i fortë që ka Edi Rama, sepse Edi Rama nuk ka edhe nga natyra që ka, por edhe për një lloj egocentrizmi që ka. Është një lloj narcisisti dhe nuk do të ketë të tjerë rrotull, të dukshëm. Megjithse e shikoj, në momente të caktuara punon me grup dhe ka një grup të vetin sigurisht fort. Kurse PD-ja nuk e ka luksin e kësaj gjëje. Detyrimisht do të punonte. Unë për veten, flas për vitin 2021, kam qenë prezente në media sepse jam njëri që merrem me median, kam 30 vite dhe është media që më shumë më kërkon. Gjithë gazetarët do të kenë. Kjo ka qenë lidhja. Nuk është se mua partia ma ka kërkuar këtë gjë. Si pjesë e asaj stolie, po them që kishte partia një grup. Po të që lëndor pas partisë nuk çonte fare ty në përmend. Për këtë po them. Do të them partia vetë do të kuptoj stolinë e vet ta bëj pak, Arturinë e vet ta bëj pak më të dukshme. Do Partia Demokratike nuk e bën këtë gjë. Nuk e bëri as zoti Berisha. Ndoshta mund të jetë arsyeja sepse zoti Berisha e dinte kë kishte vënë në lista. E dinte kë kishte dhe nuk kishte më mundësi ti publikonte, ti promovonte, ti nxirrte si stolinën tryez që sa kushton ky, në kuptimin figurativ të gjërave. Arsye dytë këte. Këtu jam futur dy arsye të tjera, po them. Gjithë retorika ka qenë e ngritur, jo retorika, po dhe sjellja politike 4 viteve, ka qenë e ndërtuar mbi alibit. Të mos harrojmë çfarë ndodhi me Vulën. E gjitha muri që ngritëm ne, është mur alibish. Nuk është asgjë e vërtet. Ne prapasken, dhe shqiptarët e kuptuan më mirë se sa ne. Unë mund të jem njeriu për shkak të asaj dozës idealiste, jo naive, s'jam naive. Jam idealiste, besoj tek tjetri që nuk gënjen. Po, mua është shumë e lehtë të më gënjesh sepse unë besoj tek njeriu. Kur më sheh në sy dhe gjen, po këta të shohin në sy dhe këta gënjejnë. Ky është problemi. Dhe unë më ka ndodhur disa raste. Kush gënjen më shumë aty në PD? Ka shumë. Po më shumë gënjeshtari mas, nuk di të them sakt. Po më thoj 2-3 pastaj.
Se di, për shembull një nga ato ka qenë kryetari i grupit që gënjente hapur fare. Gazmet Bardhi. Gazmet Bardhi gënjente hapur fare. Rrim pak këtu tani te Gazmet Bardhi. Se do të merrem me emra, se nuk janë të rëndësishme. Jo, do merremi me emra dhe me mbiemra. Po mirë, që se ju dëshironi, po. Se do kthehemi te pikat, po. Me Gazmet Bardhin ke një histori, edhe dashuri, edhe nuk po them urrëtie, po shiko. Po një vlerësim e ke bërë për. Po. E kam thënë heroin. E kam thënë heroi im gjatë fushatës elektorale të vitit 2021. Po ç'ndodhi me heroin që u bë heroi? Ja ta them se ç'ndodhi. Po, ja. Ndoshta. Po, nxirre, lutem. Në Ledwall? Ja një sekond. Po. Heroi. Po, e pranoj. Kam pas atë bindje. Kemi punuar bashkë në fushatën elektorale të 2021-shit. E mendoj, kam besuar që edhe gjëja më dramatike ka qenë një mbrëmja 21 prillit të vitit 2021, kur na ndodhi vrasja në Elbasan, e keni parasysh? Po, një nga gjërat më të rënda në zgjedhje. Po, edhe në jetën politike të Partisë Demokratike, po dhe të vetë të Gazmet Bardhit, dhe atë mbrëmje kam patur një lloj, të them drejtën, ja kam thënë te diku tjetër, po do ta them siç e kam ndier atë mbrëmje. Po, patjetër. Nuk doja të largohesha aty, shkoja në shtëpi, të shtëpia prindërve, sepse nuk doja ta lija veten, sepse ishte një mbrëmje shumë tragjike. Na ishte vrarë një qytetar shqiptar. S'ka rëndësi për çfarë. Ishte shumë tragjike. Dhe njerëzit që ishin përfshirë, disa prej tyre edhe pjesë e bandave, t'i themi gjërat, mund të ktheheshin në atë, po them, inate sipër, mund të ktheheshin me karikatorë dhe të drejtoheshin zyrave të PD-s, kur nuk e dim se çfarë ndodh. Më kupton në nxemje sipër. Dhe thosha, edhe sikur të kthehen me automatik në duar, le të më marrin mua se unë kam kry punë. Po. Unë do të shpëtoj, po, jam para Zotit. E bëre këtë sakrificë? Jo, e bëja, do ta bëja, e kisha menduar edhe këtë sakrificë që një djalë i ri të vazhdoj kauzat e mëdha, siç mendoja unë. Ky është kauza. Po mirë, çfarë ndodhi zonja çka me këtë? Se kjo fjala, më fal një sekond. Po. Fjala shpirt bukur. Po. Nuk shkruhet për çdo kënd. Po sepse edhe ai vazhdon të jetë shpirt bukur. Këtë çështja e shpirtit nuk e vjen të lutem mos më zgjinjek. Ja ta shpjegoj. Tani me djem të tillë të pastër, të qeshur, të mençur, shpirt bukur, tani më i thën Gazbardhi shpirt bukur tani. Ja ta shpjegoj. Gjëja që kam kuptuar te zoti Bardhi, fillimisht e mora si një lehtësi, iku për shkak të lehtësisë që kishte. Jo, zoti Bardhi e ka ditur çfarë po ndodhte. Ka qenë brenda. Ka qenë pjesë e lojës, të cilën unë se kam ditë. Unë kam besuar fasadën. Këta din bukur të shesin fasadën. Din, janë mirë. Atëre nuk e shpirt bukur, thënë. Nuk e kam ditë, pra po them dhe vetë, kam besuar në gjëra idealiste. Më zhdukur, jo, s'kam qenë naive, kam besuar. Më qenë njëri idealist që hyja në politikë, mes mjeshtrave të gjithçkaje, se këto janë mjeshtra të gjithçkaje, nuk janë vetëm mjeshtra. Po flas për zotin Bardhi. Si e bëri, më shpjegoj edhe një herë. Gazmet Bardhi çfarë bëri? Kam besuar që zoti Bardhi do t'i qëndronte, të paktën deri në zgjedhjet elektorale të 2023-shit. Në zgjedhjet vendore. Unë kam besuar që kjo fryma reformiste që filloi, mendoj se do të qëndronte, dhe në krye në një farë mënyrë ishte zoti Bardhi, ishte zoti Alibea, ishin dy zonja, zonja Duma, zonja Tabaku, do thot, ishin disa njerëz që mendoj se e vlenin të sakrifikoje dhe të qëndroje për këto principe. Por e kuptova shumë shpejt që Partia Demokratike nuk ishte, dhe ja kam thënë dhe në një studi, kam thënë dhe në një mbledhje, nga ato mbledhjet e shpeshta që bënim në atë kohë, si ishim në kohë e qakeqesh, Partia Demokratike ishte në kohë e qakeqesh, këte ishte sulmet e pareshtura të zotit Berisha dhe të shpurës e tij, të saj fryme bereqiste, në të drejtën base, në të drejtën e tyre, dhe këte ishte kjo gjë që unë mendoja duhet të kishte ardhur të koagulohej dhe të krijonte, të qëndronte që të mblidhte demokratët, jo së një betejë kundër Berishës, po si një betejë për të sjellë një frymë të re në Partinë Demokratike, gjë që nuk po ndodhte në sytë e mi. Kështu që arriti një moment dhe e pash në një nga mbledhjet tona të kryesisë, u kam thënë shprehimisht para se të merreshin vendime për zgjedhjet e vitit 2023, nëse do të hynim apo jo me kandidat në zgjedhje. Dhe kam thënë, unë pa kandidat nuk hyj në zgjedhjet elektorale, sepse kam zor para shqiptarëve kur të kërkoj votën dhe t'u them, zotëri, unë e dua votën për Partinë Demokratike, dhe pyetja e parë që do të më bëj, qytetari do thotë, zonjë, për kë do votoj? Apo jo, unë pa kandidat, në fushat, ju më në leni
pa pamje, ju më keni nuk shkoj dot. Dhe thashun, mbasi ndodhen disa përplasje, jo me kandidat, jo pa kandidat, filluan të sabotohen linja e të ardhurit me kandidat, e prezentimit me kandidat në zgjedhje, kam thënë shpërnjimisht në mbledhjen e kryesisë. Në këtë parti nuk që nga vetëm një jud, edhe Biblia një jud ka, se nuk mandot më shumë. Tu pas ka më shumë. Edhe Zoti Bardhi më tha, çon këto shprehje që përdoren në një mbledhje kryesie. Rezultoi që kështu doli. Por unë nuk e dija që loja ishte edhe më e madhe se sa një mbledhje kryesie, ku unë përpiqesha të shpjegohesha që politikani kur hyn në politik, e qoftë me karrierë jashtë, ka një fytyrë dhe këtë fytyrë dëshiron ta ruaj. Unë isha nga ata njerëz që kisha zgjedhur ta ruaja, pra të mos bëja boks, të mos bëja luftë për të qëndruar në politikë me çdo lloj forme që kërkonte politika. Po doja me atë qëndrim që kisha. Se doja të largohesha siç kisha hyrë. Tani, me që ngesëm tu te Bardhi, sepse unë duhet pyesja për pikat, po për ta mbyllur këtë diskutimin me Bardhin, lutem regjia atë videon kur zonja Açka ka një sentencë shumë domethënëse aty në komisionin e me audio, të lutem se s'kemi audio. Okej, të nderuar kolegë. Të këtyre këto, nuk e nderuar. Siç e keni parë, siç e keni parë çelën e bandat e pasaportit. Mos u bëj pasant e edisit Suel Çelës me bandat e pasaportit. E di shumë mirë ti e di shumë mirë. Ti e di shumë mirë me fluturatën, çfarë më ka të shke. Ti e di shumë mirë me fluturatën, çfarë më ka të shke. Mos u bëj pasant. Më ka të detyruar. Mos u bëj. Të nderuar kolegë, Shkel mbi kollaj demokrate, mos shkel opozitarë. Të nderuar kolegë, kjo është mbledhja e parë e sesionit të vitit 2024. Besoj mjafton, mund ta do thënë e para njerë unë po të shohem pak, edhe të shtrëngoj dorën kështu si burnesh, sepse të rrish aty edhe t'i kthesh në atë formë, atë qetësi që ke bërë ti aty, me thënë drejtën Fluturatshka, bravo qoftë. Nuk ta dhash dorën dot atë ditë, kemi komunikuar bashkë, po kjo qetësia jote është për t'u admiruar. Edhe sikur ti t'ishe gabim, prap ti ke drejtë. Jo, unë kisha të drejtë, pse kisha drejtë? Jo, flas, ajo që ti ke bërë. Mënyra si erdhen ishte fyse. Sikur të më kishin dërguar një SMS, le të vërtetojnë, që më kanë dërguar një SMS në mbrëmje. Flutura mos e hap komisionin të nesërmen, sepse na prish punën neve opozitarëve. Njëherë unë kisha pjesë e projektit të tyre dhe nuk dija asgjë se çfarë ndodhte në projektet e tyre, në planet e tyre. Apo jo, nuk kam qenë një frymë tjetër, që kam thënë dhe në parlament dhe në komisione, unë do të zbatoj kushtetutën. Aty jem për të zbatuar kushtetutën. Jam betuar në kushtetutë e do dalë ashtu, me ato lloj principe. Gjithsesi, nëse do të më kishin çuar, një SMS do thotë që unë duhet kisha reflektuar. Apo jo, para asnjë gjë, se këta erdhën për të më ndëshkuar. Dhe unë këtë nuk ja fal dot, edhe ja thash. Unë as Zotit nuk ja fal të më ndëshkoj mua. Unë ata erdhen dy ish ministra. Kjo më ka ardhur keq. Jo, Gazbardhi më shumë se flamuri më i përmbajtur. Jo, flamur nuk ka më i përmbajtur. Flamuri shkuli mikrofonin. Shkuli mikrofonin. Jo, nuk më kujtohet kjo, po flamuri shumë i përmbajtur. Po Gazbardhi, nuk më kujtohet. Flamuri pastaj e trashi pak më vonë kur e kuptoi që nuk ishte aq i fortë sa gazi, kur e kuptoi që nuk ishte aq i fortë sa gazi, mas disa orësh reflektoi që nuk ishte qenë aq burr sa gazi. Sepse ç'bëri? Shpirt bukur nuk është ai? Shif si ç'bëri Flamuri. Mbushi televizion në një moment që unë në gjatë intervistave sqaroja se çfarë kishte ndodhur me dy ish ministrat të Partisë Demokratike. Flamuri dilte nëpër televizion dhe thoshte ne nuk do atë shkërojmë parlamentin, nuk do atë shkërojmë PD-n. Në rregull. Ja ku e kanë akuzuar grupin parlamentar, e kanë berishizuar ku di unë çat ose në akuzuar edhe partinë, le të fshtojnë me një parti të akuzuar. Unë do ta atë shkëroj apo, është e vërtetë. Doja të jepja asaj pjesë që më takonte, aty ku kisha hijen time, fytyrën time, portretin. Tani për ta mbyllur fare këtë, si përgjigjesh ti akuzave që ky qëndrimi yt apo dhe sjellja juaj ka qenë pro ose interferonte me socialistët? Me socialistët? Po. Me socialistët. Kjo është akuza që. Sigurisht, ai që e din, ata që e din që flirtojnë me socialistët ose dinë se si flirtohet me socialistët. Më mirë të pyesin, më mirë pyesni, këtë pyetje bëjeni socialistët. Sepse din në pastaj Fluturatshka opozitarizmin e vet e ka të dokumentuar
nuk është njëri që bën prapa skena, prapa vija. Unë e kam të dokumentuar, çdo video, çdo fjalë, çdo qëndrimi imi është i dokumentuar, se për natyrë e kam dhe natyrën që nuk rrit dot të mbaj çdo gjë brenda. Ndoshta jam më tepër se ç'duhet, po them, jo naive, s'është naive, por që e sinqert, por mos kam asgjë për shqevur. Unë di një gjë, ajo është fjala e Mark Twainit që e vërteta s'ke nevojë ta mësosh për menç apo jo. Unë kam thënë vërtetën, kështu që asnjë gjë s'kam mësuar për menç. Sa për flirtin me socialistët, s'kam pas nevojë, sepse kam hyrë si opozitare dhe jam opozitare. Unë jam opozitare me të djastët, lëren më me socialistët. S'ka. Pastaj janë shqiptarët, e di shqiptarët se çfarë opozitarizmi ka bërë në parlament.